Universitetet e rreteve në fakt atëherë kanë qenë institute, nuk është se kanë qenë universitete. Ato e morën pas viteve 90. Po që t'jemi më konkret, universitetet e rreteve kanë ullur vetë si thuash cilësinë e shërbimit. Me mbani mend shumë mirë për të marrin rastin e Universitetit të Shkodrës, për shembull, atje ka vajtur gjendja që ju e keni ndjekur përmes televizionit, ku është akuzuar për korrupsion rektor. Pra ishte rektorja e universitetit, jo rektori aktual, profesor Gjura. Po ashtu Universiteti Elbasanit, që ka probleme shumë të mëdha, në të cilat ata vetë nuk duan të ecin, vetë pengojnë meritokracinë. Pra po të shikosh në këto universitete, ka një problem të brendshëm që ata nuk e pranojnë dhe gjithçka ja heqin. Sigurisht. Ka një çështje më të madhe që vjen nga politikat arsimore, që do të thotë që na fondet, që na mungesa e kampuseve, që na mungesa e investimeve në fushën e teknologjisë të informacionit, por edhe në laboratore, edhe në mënyrën se si trajtojnë studentët, edhe në mbështetjen e kërkimit shkencor.